Teatri Petro Marko në Vlorë solli premierën Plaçka, e cila u ngjit në skenë mbrëmjen e tenjtes, duke ardhur kështu si një surprizë e bukur edhe për sezonin turistik veror. Komedia e zezë plot absurditet nga John Orton dhe përkthimi nga Artur Lena. Nën regjinë Roland Mingës, skenografin dhe kostumografin e Ndrini Sheut, formulimin muzikor të Sokol Totos, asistent regjizor Livion Aliaj, si dhe loja brillante e kastit aktorve, Loris Sinanaj, Astrit Mamaj, Artan Islami, Margen Saushi, Igli Fusha, sollën për publikun situata humorit të çmendura dhe surpriza pafund. Ju e dini, me vdekjen e pacientit kontrata ime përfundon. E di, po si. Kur dëshironi të largohem? Sikur u mësova në shoqërinë tuaj. Një katastrofë tjetër në regje. Banditët kanë grabitur një shumë të madhe parash të bankë. Në cilën bankë? Në atë pranë në shërbimeve funerale. Banditët kanë hapur një vrindë me veturinat, kanë mbushur 20 arkivor. Tufën me fiqdetin nga vendini e saj. Do të më duhet shumë kohë të mësohem që kam vdekur. Ishte njeri shumë i gjatë. Papa, hiqi. Po ja, nuk mund të. Ja, nuk mund t'i hej sepse pastaj nuk shikoj dot. Nuk shikoj dot, shikoj. Oh, si është zotëri? E gjetë ruminet? Yes. Një premierë e arire e teatrit Petro Marko është vlerësuar nga publiku, i cili kishte mbushur sallën për të parë këtë shfaqje, apo thëndryshe, komedinë e zezë Plaçka. Ata vlerësojnë për televizionin 6+1 Vlora interpretimin brillant, si dhe mesazhet e përcjella. Faqe shumë e bukur, lojë shumë e bukur e aktorëve, subjekti shumë i bukur, urime e teatrit Petro Marko. Shumë bukur, urime. Shumë e mirë. Sa ty kësha dhe djalin tim. Gjë mirë edhe edukues. Kënaqem, faleminderit, u kënaqem shumë. Më pëlqeu pa mas, hedh dritë hije mbi natyrën njerëzore në një farë mënyre. Më pëlqeu pa mas. Aktor të mrekullueshëm. Një komedi e shkëlqyer, interpretim i shkëlqyer, në mbajti për një orë gjysmë një kënaqësi maksimale. Inshallah shohim gjithmonë teatro të tillë kaq bukur. E mrekullueshme. Teatri i Vlorës po e ngër kulturën tonë në një nivel shumë të lartë, një standard të shkëlqyer. Kjo komedi e zezë është vërtet një tërheqje vëmendje, një refleksion i vetëm qytetar, por edhe për vertikalitetin tonë. Aktorët tanë janë të mrekullueshëm. Një peshë qetë e vogël me 5 vet e ngriti kulturën e Vlorës në nivelet shumë të larta dhe dinjitoze për të konkuruar, për të ballafaqur dhe për të bërë një edukim moral, qytetar, demokratik të shoqërisë, të vertikalitetit. Urime Artur Dhamos, urime Tan Islamit, Astrit Mamajt, asaj vajzës shumë të bukur, atyre dy çunave të mrekullueshëm. Ndjem kënaqësi, është kënaqëri për neve. Na mbushet shpirti me gjëra të bukura, edhe pse është tragjedi e zezë. Premiera Plaçka do të ngjitet në skenë e teatrit Petro Marko edhe këtë 8 maj për publikun vlonjat në orën 19, duke sjellë surpriza pafund, ndërsa trupa e teatrit Petro Marko do ta planifikojë që këtë premier ta shfaqë për publikun dhe kënaqësinë e tij edhe në vijim gjatë sezonit turistik.